Të dashur shqiptar, sot do të mësojmë gjuhën shqipe me një pajisje e cila më erdhi me pajisjet e kuzhinës, kur bleva gjithë kompletin dhe nuk e di se për çfarë përdoret. Ndoshta për të hequr farat e kumbullave, që të depërtosh te kumbulla thellë, po kumbulla do të jetë pak e butë që të hyj gjithë ky aparat i çuditshëm i kuq. E pra të dashur shqiptar, sot ne do na hy në punë sepse do t'rregoj në monitor me këtë pajisje hap pas hapi se si e gjeta pjesën mohuese shqipe s, e cila ekziston tek vepra e buzukut, ekziston tek vepra e varibovës në Kalabri. Dhe do ta shikojmë bashk se si e bëra këtë zbulim. Është një zbulim madhështor që nuk është bërë as nga Majri, as nga Pederseni, as nga Bopi, as nga Jokli, është bërë nga unë, një shqiptar, një titan i gjuhës shqipe. Kjo është shumë e rëndësishme sepse pikërisht pjesa mohuese është pjesë e gramatikës së shqipes dhe tregon që ne jemi vendas. Gjuha shqipe ka evoluar sipas ligjeve fonetike të gjuhëve romane të dashur shqiptar dhe kemi parasysh një gjë që gjuha latine është pjesë e gjuhëve të gatishullit italik. Pra, një lloj si gjuha atikës është pjesë e dialekteve helene, pra nuk ka gjuhë greke, po ashtu nuk ka gjuhë italike. Gjuha latine është vetëm një nga dialektet e gatishullit të Italisë. Dhe dialekte të tilla italike janë folur dhe në Iliri dhe këtë dim nga Fisi i Lir Veneti, do ta shikojmë më vonë. Është një zbulim im epokal. Fisi Veneti është përshkruar nga Straboni me hollësi dhe është thënë që është fis i pastër i lir. Mirë po Fisi Veneti, në gjuhën e regjistruar të Fisit Veneti, ka elemente të gjuhës latine, që gjithashtu gjenden në Shqip. Pra kjo është shumë e rëndësishme. Ju lutem shikoni në monitor këto zhvillime madhështore, sepse janë madhështore. Për këtë gjë, ne na duhet fjalori gjuhë indo-europiane dhe pikërisht rënja 449. Po përse do thoni ju? Në këtë rënjë përshkruhet një pjesës që tregon jashtë, ka kuptimin jashtë diçkaje. Dhe është gjetur në gjuhë gjermanike, në dialektet helene, pra nuk ka gjuhë greke, në dialektet italike, është gjetur në latinisht, pastaj në bijet e latinishtes, është gjetur në italisht dhe pastaj në shqip. Ky është udhëtimi i kësaj pjesës mohuese. Ka kuptimin në fillim jashtë diçkaje. Pra ju lutem shikoni monitor me këtë pajisjen e bukur që kam në dorë dhe po ta shikoni, kjo gjendet në gjuhën helene, ex me kuptimin përjashta. Është në gjuhën arkaike cypriote, është në gjuhën e Pamfilias të gjetur në Azinë e Vogël, është dialekt helen. Është gjetur në dialektin jonik në Azinë e Vogël. Pra poemat e Homerit, Iliada dhe Odiseja nuk janë shkruar në Iliri, por në Azinë e Vogël. Pra nëse e të quan ti veten Pellazg, siç thot studia e etimologjisë, keni parasysh një gjë, këto dialekte pellazge kanë ekzistuar për herë të parë në Azinë e Vogël dhe vetë Iliada dhe Odiseja janë shkruar në Azinë e Vogël, pra jo në Shqipëri. Ju lutem mos thoni më pellazg se do thot jo shqiptar, jo nga Shqipëria. Pra, dialekti jonik është në Azinë e Vogël, shikoni. Ka kuptimin jashtë. Në gjuhën helene t-ja bëhet th, aspirohet. Dhe ekstos do thot jashtë në dialektin e Lokrias, që është shumë e ngjashëm me dialektin e Korinthit. Të shkojmë më tutje. Ekziston dialekti epidaurian. Përse është e rëndësishme dialekti epidaurian? Sepse qyteti Epidarius gjendet në Iliri. Është dialekt helen. Është gjuha e Epidariusit. Shikoni pra? Gjuha helene e pastër. Të shkojmë më tutje. Dhe tani do shkojmë në gjuhën latine, ex, dhe kjo ka evoluar. Ka evoluar sepse bëhet me një e të gjatë para bashkëtingëllorëve b, d, g, l, m dhe ka kuptimin jashtë. Por gjendet në dialekte të tjera italike, në gjuhën e Umbrias, në gjuhën oskane. Në të gjitha këto gjuhë ka kuptimin jashtë. Gjendet në gjuhët kelte,
me kuptimin jashtë ose shumë, ekstra, përtej në këtë kuptim. Pra gjendet në gjuhën e Welshit, në gjuhën e Irlandës së vjetër, pra në gjuhën gale, do me thënë në Francë, gjendet ex. Gjendet në gjuhën gjermanike, gjendet në gjuhën pruse të vjetër. Ka hyrë në gjuhët slave gjithashtu, ka hyrë në gjuhët baltike siç e shikoni. Pra, shikoni në monitor. Në të gjitha gjuhët indo-europiane ka kuptimin jashtë. Madje është gjetur edhe në gjuhën tokariane si prapashtesë. Tani çfarë bëj unë? E kuptoj që kjo gjendet në gjuhën shqipe, sepse e kam gjetur në gjuhën arbëreshe, të dashur shqiptar. Dhe po ta shikojmë në ekran, unë them që ky prefiks ose parashtesë gjendet në italisht dhe në shqip dhe është e trashëguar nga latinishtja. Shikoni në monitor. Shqiptohet në shqip dhe në italisht s para bashkëtingëllorëve të pazëshme dhe z para bashkëtingëllorëve të zëshme dhe lëngëzorëve, që janë si gjysmë bashkëtingëllore dhe gjysmë zanore. Tani, e njëjta gjë është në italisht. E njëjta gjë. Ta shikojmë. Në gjuhën arbëreshe kemi zlidhenj. Zlidha, zlidhur. Në italisht është zlegare, një lloj, madje dhe shqiptimi është një lloj. Po gjuha shqipe nuk e ka marrë nga italishtja, e ka të trashëguar këtë si element fonetik. Por është paralel në shqip dhe në italisht. Kjo është shumë e rëndësishme. Përse do thoni ju? Mbas shkatërimit të perandorisë romake, u shkatrua si perandori, por gjuhët vazhdonin të ekzistonin. Komunikonin me njëra tjetrën. Pra formimi i dialekteve në gadishullin e Italisë është bërë paralelisht me zhvillimin e dialekteve në gadishullin e Ilirisë. Të njëjtat zhvillime fonetike në gjuhën italiane janë gjetur në gjuhën shqipe, të dashur shqiptar, dhe kjo ju ka shpëtuar të gjithëve. Të gjithëve, absolutisht të gjithëve. Madje e Qerem Çabej thotë që kjo nuk gjendet në veprën e buzukut. E ka gabim, është gjetur në veprën e buzukut si një s në vend të fjalës mohore nuk. Por është përmendur vetëm një herë në veprën e buzukut. Kjo i ka shpëtuar e Qerem Çabejt. Kjo i ka shpëtuar edhe Brikena Çabejt, e cila i ka reduktuar të gjitha veprat e Çabejt, i ka përmirësuar. Veprat e Çabejt kanë dalë si artikuj. Ai nuk ka botuar libra, ka botuar libra shkronjën A, B, C, D dhe E, pastaj iku nga kjo botë. Por ka bërë artikuj të ndryshëm. Brikena i ka marrë këto artikuj, i ka redaktuar dhe i ka kthyer në libra të përkryer, por duke përdorur internetin. Por ajo, Brikena, nuk e ka korrigjuar këtë fragment në veprën e Çabejt. Kërkojni, gjeni, pleni librin e Brikena Çabejt, dhe është si artikulli i Çabejt i pandryshuar për fat mirë. Dhe Çabej thotë që kjo nuk ekziston në veprën e buzukut. Ekziston në veprën e buzukut, të dashur shqiptar, i ka shpëtuar Çabejt dhe Brikenës vet. Nga e diun këtë, është e korrigjuar në veprën e Koles Topallit në vitin 2014. Ai e ka korrigjuar, ekziston në veprën e buzukut kjo pjesë mohore s. Por ekziston edhe në gjuhën italiane, por në gjuhën arbëreshe shkruhet si z, shqiptohet si z, si në italisht, të dashur shqiptar. Dhe çka ndodhur? Këtë se kam shkruar, por zbulova gjatë xhirimit të filmit me sa shikoj. Fjala zglidh e shqipes dhe pastaj zgjidh ka ardhur pikërisht nga zlegare. Z-ja ka dhënë një zhvillim fonetik në shqip, zg. Ky zbulim u bë gjatë xhirimit të filmit, tani nuk e kisha menduar më parë, do ta shtoj më vonë. Të gjithë më pyesin, përse nuk i vë një shenjë filmave të mi? Kjo në anglisht quhet watermark. Për shembull, të gjithë kanalet televizive në Shqipëri, madje edhe televizioni shqiptar, i vë një shenjë filmave që ata të mos kopjohen nga përdorues të tjerë. Unë nuk e vë një shenjë të tillë. Ju lutem, kopjojni këta filma, shpërndajni këta filma, madje merrni titrat dhe bëjni artikuj në emrin tuaj. Ju lutem, më vidhni, të dashur shqiptar. Jam shumë i lumtur që ju do më vidhni, sepse
Këto janë zbulime madhështore dhe unë e di me siguri që asnjëri si ka bërë këto zbulime sepse këto nuk kanë dalur gjikundi. E kuptoni apo jo? Të gjitha zbulimet e mia, 99% të tyre, sidomos për ilirët 100%, por edhe për gjuhën shqipe 99%, kanë dalur për herë të parë, kështu që unë jam i bindur që askush përpara meje si ka bërë këto zbulime, është e kotë. Pra, unë jam shumë i lumtur, po ti përdorni filmat e mi, shpërndajni. Në fakt, që kur kam filluar unë filmat e mi, janë zhdukur turbo albanët. Fare janë zhdukur nga skena, nuk ftohen më në për studio, sepse është e turpshme të marrësh në studio dikë turbo alban. Një qelizor që të thot ai që gjuha italiane është krijuar nga gjuha shqipe. Është turp. Sepse italishtja ka lindur si bi e latinishtes. Edhe shqipja ka lindur si bi e ilirishtes, dhe në gjuhën ilire kemi dialektin veneti që është shumë e ngjashme me latinishten. Do t'rregoj unë fjalë të gjuhës venete. Është krejt si latinishtja. Ishte fis ilir. Pra ka patur fise të ndryshme ilire, dialekte të ndryshme ilire, shumë të ndryshme nga njëri tjetri, pra nuk ekziston gjuha ilire, nuk ekziston gjuha italike, nuk ekziston gjuha greke. Këto janë të gjitha dialekte të dashur shqiptar. Vet dialekti latin është i folur në Romë, është i qytetit të Romës, por kishte dialekte të tjera të gadishullit të Italisë, siç e pat me këtë pjesë mohuese. Por zhvillimi fonetik në italisht dhe në shqip është identik. Kjo e ka shpëtuar të gjitha. Prandaj ju lutem merrni filmat e mi dhe edukohuni ju, edukoni fëmijët dhe mos i çoni më fëmijët në shkolla private sepse atje banojnë, në këto shkolla banojnë turbo albanët, rinë aty gjithkohës. Janë banesat e turbo albanëve. Albanët nuk paguajnë qira, banojnë në shkollë të dashur shqiptar, janë të pastre. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.